Zotri Veliu, gjithmonë kënaqësi të bashkëbisedojmë për politikat vendore. Përshëndetje, faleminderit. Do ta fillonim me Zotri Gaxherrin. Zotri Gaxherri ka pas një rezultat interesant realisht të zgjedhjeve dhe ka pas edhe lista interesante si duket pasqyrë e ndryshimit të gjeneratave brenda politikës, po janë tregues edhe lista të cilat realisht na sillin emra të rinj e që janë shumë të votuar. Po, aq sa ko mujt me analizu, me i po këto emra, është se njerëz në përgjithësi votojnë frymen e asaj partije. Do me thonë, fryma e një partije i përfaqëson ata. Në qoftë se marrim për shembull lëvizjen vetëvendosje, e shohim që më të votuarit janë Albin Kurti, Glauko Njufca, Albulena Haxhiu, Xhelal Sfesla, do me thonë ajka e vetëvendosjes. Ndërta, brenda saj, janë edhe Donika Gërvalla Shfarc, Ejub Macedonci, pra në 10 e parë, të cilët po ashtu kanë qenë ministra dhe pa dyshim si minister, normal që kryen punë të ndryshme për njerëzit dhe në të mirë të shtetit dhe pa dyshim që ato vlerësohen pastaj edhe në vot, prandaj një minister ose një njeri i cili është në ekzekutiv, kur të dalë në rizgjedhje është shumë më lehtë që të marrë votën se sa një njeri që ka qenë deputet. Pastaj, në qoftë se marrim Partinë Demokratike të Kosovës, Partia Demokratike e Kosovës, e shohim Arjan Tahirin, Përparim Gruden, Uran Ismailin, Sala Jasharin, këta të katërt janë brenda frymës së Partisë Demokratike të Kosovës, por janë një gjenerat më e re. Fix. Partia Demokratike e Kosovës nuk ka dalë nga fryma e vetë, nuk ka marrë outsidera diku prej jashtit, veç pse me thonë ekspert, edhe me fut aty në listë, sepse ai mundet edhe mu bo deputet për një herë, por nuk i tërheq votat që me rrit bazën e votimit. Ndërkaq që në qoftë se shkojmë te Lidhja Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës e shohim pra Lumir Abdigjiku, Hikmet Bajrami, Uk Rugova, Abdullahoti Doarsa Xhelili. Uk Rugova është i treti. Kjo emri Uk Rugovës tregon që votuesi LDK-s voton frymen. Ne e shohim që LDK nuk po bjen mbi nër 13%. Ajo është baza e strukturave të LDK-s. Strukturave të LDK-s është 13%, kjo është vërtetuar se tashmë është hera e dytë e tretë që po bjen në atë përqindje. Dhe Uk Rugova përfaqëson familjen Rugova, nuk përfaqëson veten. Prandaj unë gjithmonë edhe dje, edhe në të kaluarën kam bërë gjithnjë thirrje që partitë mos të dalin nga fryma e vet, sepse edhe ne si qytetarë tek e fundit duhet të dimë se çka na përfaqësojnë ata neve. Unë pajtohem plotësisht me Zotri Gaxherri, por me sa duket Zotri Rexhaj nuk pajtohet sepse po bënte disa reagime përderisa po flisnit për Zotrin Rugova. Zotri Rexhaj, cila nga pjesët realisht nuk ju bëri të pajtoheshit me Zotri Gaxherrin? Po, nëse thuhet se LDK-ja ka rritë sukses me strukturat veta, ndërsa ka ra o kthy prapë ku ishte para 5 viteve në 13%, nuk se ndron. LDK-ja duhet të jetë diku rreth 25% nëse do të ishte nëse do të udhëheqej me mençuri dhe me korrektësi, por ajo nuk ndodhi. Jeni duke folur në të njëjtën linjë me Zotri Gaxherrin. Jo, unë po flas për gabime, ai po flet për merita. Unë fola veç për frymen, Zotri Rexhaj, veç për frymen fola. Se gabimet janë më të shumta se të mirat që i kanë bërë partitë. Po fryma në fakt unë hera e parë që marr pjesë në zgjedhje prej vitit 1992 dhe e parë që fryma ishte nënën ish opozitës, po ata unë nështruan shumë, unë nështruan çdo interes i Kurtit u plotësua, si me datën e zgjedhjeve, si me mënyrën e zgjedhjeve, asnjë kundërshtim nuk ju bën nga askush prej nënshkurtit. Ne i kishim votat me formu qeverinë, ndërsa Lumir Abdigjiku... A është ai gabimi, a u ndrua loja aty, Zotri Rexhaj? Sepse ju ishit një prej idhëtarëve të formimit të një qeverie pa shkuar në zgjedhje realisht, dhe insistonit në këtë çështje. Po i kishim numrat, politik duhet me nxon momentin, unë nuk e di për çka dikush hin në zgjedhje një parti politike dhe thot, unë nuk marr pjesë në pushtet, me ato vota që i ke. Ma mirë ka qenë se ta kemi... Pra jo pas këtë gjetë edhe fajtorin nga kjo që po thoni? Po e kom thonë çdo herë, nëse ju kujtohet, çdo herë kom thonë se pozita e Lumir Abdigjikut, as me ata, as me këta, unë shkoj në opozit, edhe pse krejt kur na kishte thonë se do të arxojmë Albin Kurtin, ja, ju i deshtoj, tash duhet të largohet, vini lider që me të vërtet e bën opozitën.
Ramush Haradinajn e pështoj opozitarizmi se për ndryshe nuk do ta kalon të pragun zgjedhor. Kur? E qa? Tash jemi ku jemi, tash duhet shkojmë me strategji krejt tjetër, unë duhet bisedoj dhe me Ramushin edhe me këta që i kam mundësin që të bisedoj, ne duhet ose duhet të zgjedhet presidentin nga opozita, ose shkojmë zgjedhjet prillit. Po, dhe më thuaj këto, a do t'ishte veprimi mençur që të shkoj prapë në zgjedhjet prillit? Po, do t'ishte mendimi mençëm se me atë mençurinë cilën po na e prezanton neve Kurti, ajo është e rrejshme, ajo është marrëria, ajo nuk është mençuri. Na duhet të këshyrim interesat e shtetit. Por, zotri Reza, e shtrohet edhe një pyetje e rëndësishme këtu, a kanë guxim? Duhet me pas guxim politik. Nëse je frikacak, ishtë merr dika. Po atëherë fakti që nuk u bën bashkë në opozitë, a do thotë se s'kishin guxim? Dhe a do t'i kthehet guximit tash pas? S'kan çfarë të humbi Reza, a s'kan çfarë të humbin? Unë besoj se LDK do ta bien krye të partisë një njerëz të guximshëm, i cili guxon me marr përgjegjësi. Nuk duhet njeri me kalkulu. Unë kam thonë 1000 herë, nëse një politikan, një parti mendon zgjedhjet e radhës e jo për gjeneratat e reja, atë duhet largohet nga politika. Krejt kohën i ka shtinë në prison Albin Kurti, duke menduar jo në zgjedhjet lokale, jo në zgjedhjet nacionale, ato. A ishte gabim shumë i madh. Herën e parë që është konstituu kuvendi, është dashur të votohet kryeparlamentari, pa marrë parasysh kush është. U futën në agjendat Kurtit, u futën në presion të Kurtit dhe ja ku i kemi. Do të kthehemi te kjo temë, zotri Rezaj, sepse e kishim paraport të flasim edhe për këtë çështje, por do të doja ta kaloja një fjalë hyrëse edhe për zotri Veliun. Zotri Veliun e i shohim pa dashur ta diskutoj të kaluarën e asnjërit, por kemi edhe emra të cilët, për shembull Uk Rugova apo Sala Jashari, që janë renditur në top pjesëtarët apo antarët e listave ku kanë konkuruar, por nuk kanë ndonjë të kaluar paraprake politike në fakt. Dhe mendoni kjo se në Kosovë ende votohet në bazë të familjes, në bazë të grupacioneve dhe gjëra të tilla? Po fatkeqësisht duke parë listat të gjitha grupeve politike, shihet qartë elektorati voton liderët, voton porët e partisë dhe pak mendon për të tjerët apo për gjeneratët e reja. Për jashtë këto partisë demokratike, ku kemi disa kandidatë që janë në top jetëshën, pra kandidatë të rinj, duke filluar me Arben Kofën, me Arjan Tahirin, por edhe me Sala, të cilat janë figurat të reja brenda partisë demokratike dhe kanë arritur apo përparim grupa, që është një nga eksponentët më të dëshmuar kohëve të fundit nga gjenerata e re e partisë demokratike dhe Zotri Veliu, më dëgjon? Po. Të lutem, zotri Veliu, largoj kufjet apo ju telefonojmë prap nga Studio Klan Kosovës për arsye se aktualisht kemi pak probleme me zërin tuaj. Kërkojmë në mirëkuptim dhe do të lidhemi prap. Zotri Gazhirri, mendoni se e kaluara familjare edhe sot bën deputet në vendin tonë, sikur se ka bërë edhe në zgjedhjet paraprake, dhe a ju shpërblye kjo disa prej kandidatëve? Da do duhej të votojë kështu. Nëse marrim diçka ideale, do duhej që ata persona të jenë super profesionistë që të na përfaqësojnë, por është një diçka tjetër që shumica e njerëzve të cilët po bëjnë analizë, po thojnë pse më jap votën, pse vjen prej asaj familje. Ka shumë rëndësi deputeti i kuvendit me qenë prej një familje të pastër shqiptare, ose komunitetit cilit i takon, që nuk është kundër politikave kombëtare dhe shtetërore të atij vendi, për shkak se e kaluara e bën edhe të ardhmen. Varësisht, do me thonë, po e marim hipotetikisht, kush ke më e reja kjo në PDK? Sala Jashari. Ne dim që Sala Jashari s'ka punu në i gjo nuk asi, por vjen nga një familje patriotike, dhe ajo familje patriotike, në rast se Sala Jashari do duhet i bënte diçka dëm me votën e saj në kuvend shtetit ose kombit, pa dyshim që ndikimi familjar do ishte dhe nuk do lejonte. Prandaj, pa dyshim që duhet ketë një filter për ata njerëz që futen deputet, e jo të kemi deputet të cilët bëjnë punime shkencore kundër UÇK-s edhe të shpallën deputet. Se kjo është dështimi i sistemit shtetëror pastaj. Po si doli Dimar Basha, e kemi listën e VV-s? Djetë që nuk është në vjeshtë, se Rozeta nuk ishte si që përmende, pra ministrat Artane Zarnolli nuk ishte në top deshë që të ashtu?
Unë besoj që këta njerëz nuk janë... Jo, nuk është në top 10 që ti Majl Basha. Ne duhet të flasim edhe diçka reale. Këtu në Kosovë, çdo parti e lëshon listën e vetë në treg. Lista e partisë që lëshohet në treg, se këto nuk fliten, për studio, për kjo është e vërtet. Çfarë do të thotë me lëshu Secila listën në treg? parti e bën listën me 10 emra, për shembull. Edhe ato bëhen disa lista. Okej. Por ata kryesor që e bëjnë kryesia, atëfar liste që ajo qarkullon mas forti, edhe që ata njerëz votohen. Kryesisht që ata Pa votohen... vendos kryesia kush është 10. Pikrisht, 90% vendos kryesia kush është 10 e parë. Ti mundesh me pas numrin 90, po del ma i votumi, jo pse ki pas 90, as pse ki pas fam, po pse e konë në qatë listën, kur ja ka ati votusit se shumicat e ne shkojnë me listë. Për shembull, nuk hargjojnë kohë kur shkojnë me votu, një shisha për shembull kur shkova për vete, 2 minuta e kryke. Mu desh një 10-15 minuta. Sakt, unë ulla zirat librin. Fiks, i shfletova mirë, ka dal-dale, kisha kohë, nuk mund zitoj kja. Pra, atër ju dyshoni se është votuar sistematikisht, njerëz kanë shku me numrat. Diçka që ndodhe nuk thuhet. Mirë, ndodh në se cilën për partive politike. Gjitha partitë. Jo, po flasim për një subjekt, po flasim për gjithësi. Gjitha partitë, dhe kjo praktik duhet të gjbëhet. E si gjbëhet kjo? Me ngritjen e vedijes, ndryshe, nuk mund të gjbëhet. Nuk mund të shtime më kalëzu mu kënd me votu. Se nuk është normal. Unë duna më vedisu që me ditë kënd me votu vetë. E qartë, Gaxheri, duhet kaloj pak të Rexhaj, apo të Veliu se jam në gjysmë mënimin e ti, Rexhaj, këthejme të pas pak të te. Veliu? Po, besoj që tani... Tani jemi perfekt, zotë Veliu. Okej. Për të vazhduar atë këmbeta, pra u po qartë se janë votuar, po thuaj në të gjitha subjektet, njerëzit e njëjtë që kishin edhe në të kaluarën, pra eksponentët kryesor të partive politike janë në top 10-qet, tek lista e Lidhjes Demokratike kemi zotin Rugova, që unë mendoj se ai votat i ka marrur për shkak të emrit dhe babait të tij, që ka qenë president i Kosovës, ka qenë edhe lider i Lidhjes Demokratike, ndërsa pjesa tjetër shihet qartë se janë po të njëjtit eksponent që ishin në listat e kaluara, ndryshe bënte vetëm Partia Demokratike, ku kishim disa eksponentë të rinj, të cilët arritën të marrin një numër të konsiderueshëm të votave dhe janë në top 10, pra përparim Gruda, Arjan Tahiri, Zoja Sala, por edhe Mustafa, Arjan Mustafa nga Gjilani atje, pra shihen eksponent të rinj të Partisë Demokratike. Unë mendoj se gjëja më e mirë që mund t'i ndodhë partive politike, por edhe demokracisë të vend, është ardhja e figurave të reja, jo vetëm duke u bërë deputet, por edhe duke u rishtit tona dhe duke ardhur eksponent të rinj edhe në këtyre partive politike dhe të i kalohet e gjithë kjo çfarë po na ndodh deri më tani. Pra Kam edhe një pyetje për ty, zotë Veliu. Po. Dua të di nga ju dhe Gaxheri, në qoftë se zotëri Rexha është i vetmi që mendon se edhe një herë mund të shkojmë në zgjedhje, apo do të shkojmë në zgjedhje? Jo, unë mendoj se vitin 25 i mbajtëm 4 orë zgjedhje dhe është e papranueshme që ne në një periudhë Tek zotëri Gaxheri kemi një problem të vogël teknik me zotëri Veliun, është normale në emision live dhe kur kemi lidhje me internet. Po zotëri Gaxheri, po ndajmë tek pika të cilën e hapi zotëri Rexhaj. Po në qoftë se nuk do prishnim në punë, nuk do humbes të Kosova ndonjë gjë, unë do shkoja në zgjedhje derisa njerëz si personaliteti Sali Rexhaj të bëheshin deputet, por faktikisht ne nuk e kemi atë luks. Sepse ne kemi humbur 9 muaj, geopolitika po ndryshon, vendi po ngulfat dita ditës më shumë dhe zotnia i ka fitu mbi 50%. Nuk mundemi ne tash me shku sepse kroni duhet ta përdor një gjë gjithçysh. Kosova është e kemi parasysh testin PISA, nga 80 vende pjesëmarrëse ne dalim në numrin 76. Kosova është si një klasë, unë e shashtu, si një klasë me 30 nxënës, këtë 2-3 janë ekselent, 3-4 janë të shkelqyshëm dhe të tjerët. Në demokraci, shumica e bën vendimin ose ndryshimin. Prandaj testi PISA tregon që tek neve mundësia që një njeri me i fitu ose një parti me i fitu shumicën është tek ajo shumica. Prandaj ne nuk duhet të pretendojmë gjithnjë të kemi gjërat ideale ose perfekte,
Por duhet të shkojmë në mënyrë konstruktive, në mënyrë që të kemi një balans politik të vlerave dhe në këtë formë ato mbajnë njëna tjetrën, kur bëjnë gabim, kjo tjetra i hidhet në sulm dhe e përmirëson. Prandaj ne nuk mundemi, nuk kemi luksin që të shkojmë në zgjedhje, ne pa tjetër duhet të konstituojmë kuvendin, duhet të krijojmë qeverin dhe duhet të vazhdojmë tutje. Shpresoj që zotri Kurti si i pari i vendit të gjej forcë që brenda koalicionit, kam thënë edhe dje, po e them prap, të merë njërën nga partit dhe këto partit tjera pavarësisht ndarjeve që i kanë me vetëvendosin të bëhet njëra me ta, të sakrifikojnë prap nga vetja, pasi që Kosova është në pyetje. Po. Edhe dje ka qenë Kosova në pyetje, por tash më është bo tepër. Tash në ka ardhur një farfor me luftat e dera. Tash mu nëse shkojmë edhe i herën zgjedhje dhe i hupim edhe 5-6 muje, disa milion euro, e shkojmë të ngulfat, nëse di pastaj si do marrim frymë si shtet. E qartë, zotri Veliu, edhe njerë do të kërkoj falje dhe ta vazhdojmë bisedën aty ku e lamë. Po pra, edhe në faktun pajtohem atë që thot Gaxheri se nuk e kemi luksin që ne edhe një herë të shkojmë në zgjedhje në pranverë për shkak të presidentit. Mirë, po unë mendoj që tani në shoqërinë kosovare, tani në politikën kosovare, pas marrjes së votave në shumicë nga lëvizja vetëvendosur dhe nga kryeministri Kurti, i cili tani më ka duart e lira për krijimin e qeverisë, për konstituimin e kuvendit, pasi që ka më tepër se 50 së bashku me minoritetet jo sërbe ka më tepër se 50%, unë mendoj se duhet të kemi një konsenzus në brendshëm, pra në konsenzus në mes të forcave politike dhe Zoti Kurti duhet ta diskutoj paraprakisht me të gjitha subjektet politike dhe të gjendet një president konsensual. Jo të vinë nga krijoj ndonjë partie siç ka ndodhur në të kaluarën, por të kemi një president konsensual. Ndoshta modeli i Gjermanisë që ndodh thuaj se çdo herë në zgjedhjen e presidentit është që në të gjitha rastet propozon opozita, por votohet në kaluar kjo situatë dhe të kemi presidentin. Unë mendoj se edhe shkurja e sërishme në zgjedhje do ta dëmtonte edhe më tepër opozitën, sepse opozita jam i mendimit se nuk i humbi zgjedhjet gjatë fushatës së tyre, por zgjedhjet i kanë humbur gjatë mandatit të tyre 4 vjeçar që nuk ishin në gjendje të ndërtonin të paktën një kauz apo të reformoheshin fillimisht, por me ato veprimet thuase se gjysmë të vjetura ishin peng i politikës populiste të udhëhequr nga kryeministri Kurti e një gjë të ndryshoi brenda 4 muajsh. Mirë. Duhet të gjejnë një president konsensual dhe të japin Republikës Kosovës që të ecë para. Po, mirë në fakt Veliu. Dua të kthehem te Rexha se i njëjti përmendi shkarazi natyrisht nevojën apo edhe debatin që le të ketë një lider 3. Kanë nisur qarkullojnë disa emra, kush sipas teje është ideali? Mendoni për president? Jo, për kryetarit të këja. Për kryetarit të këja, po ata që kanë kundërshtu mas shumë të Kurtin, ata që kanë kriju një situatë të opozitarizmit, ata duhet vinë kryet të dekes, jo ata që janë nënshtru Kurtin. Por unë do të kthesha sërish të zgjedhjet e prillit. Nëse na nuk shkojmë të zgjedhja e presidentit. Po, dhe japim pak hapësirë Rexhait. Nëse na duhet dalim gjithsesi nga formulat e Albin Kurtit. Se unë sot mirë, unë e njoh Albin Kurtin e di ç'është mendon ai. Nëse lejojmë na me mbajt këtë mandat deri në fund, me këto vota, nuk e qesim jashtë planeve të tij, zgjedhjet e radhës vinë saktësisht me 30 dhjetor të vitit 2029. Do të thotë prapë do të përsëritet e njëjta formulë dhe do të jesim peng. Sepse dihet se ai fitoi zgjedhjet tash me mërgatën e manipuluar. Ata erdhën 170.000 votues nga mërgata, të cilët nuk parashiheshin. Po pse manipuluar Rexhaj? Kanë ardhur me vetëdëshirë. Ata janë të manipuluar përmes Albin Kurtit, sa janë shtresa se na jemi 1 milion mërgjimtar jashtë. Ata janë shtresa që manipulohet letë, që kanë dëshirë që Kosovën ta shohin të pazhvilluar. Jo. Vetëm pak, zotri Rexhaj, cila shtresë ka dëshirë ta sheh Kosovën të pazhvilluar?
Ata që vinë me makinat shtrejta, ju shesin mend Kosovarëve. Por eminitencat për arron zotri Rexha, mos të bëjmë edhe mos mirënjohës ndaj diasporës tonë. Nëse themi se diaspora nuk e don zhvillimin e Kosovës, atëherë kjo është e papranueshme. Ti e the ashtu, unë nuk e thash ashtu. Unë thash se jemi 1 milion mërgjimtarë, dhe të në zgjedhje edhe 170.000, do me thonë diku 15-16%. Pra, ju thoni se një pjesë e diasporës nuk e don zhvillimin e Kosovës, zotri Rexhaj. Me shëse krejt të një pjesë. Pak e çuditshme zotri Gazhirri, si ekonomist ju dini kontributin që e bëjnë çdo vit diaspora e Kosovës dhe mendoni se do ta bëni një kontribut të tillë në qoftë se do të mendonin ashtu si tha zotri Rexhaj? S'ma ndërprej fjalën nëse po dal pe emision. Jo, Rexhaj, vazhdo të lutem. Rexhaj, vazhdo. Vazhdo Rexhaj. 3 herë po ma merrni fjalën, tash nuk vleni me. Edhe unë nuk duam me bëj debat me ata që udhëheqin emisionin. Jo, zotri Rexhaj, ju nuk jeni të bëj debat me ata që udhëheqin emisionin. Unë veç dashta me ditë nëse ju rrshqiti ajo fjalë apo e thet me të vërtetë me vetdije plot. Nuk rrshqitim, unë jetoj në Mërgim, unë e njoh njerëzit kush nuk ka dëshirë që të zhvillohet Kosova, sepse ata nëse është një Kosovë pa zhvilluar, nëse janë qytetarë të mbajtur me ndihma sociale, atje vinë shesin men, e pat kush dolin festime me tupana, me kusia, Po, sërsisht era po. Shumica ishin të Mërgatës. Unë i pash ata kush ishin. Isha në Kosovë, mora pjesë në zgjedhje. Ata nuk kanë mundësi që të vinë sërish në prill, na duhet shkojmë zgjedhje në prill, ose duhet jetë president Ramush Haradinaj. Dikush duhet jetë që do ta kontrolloj Albin Kurtin, sepse nëse prapë zgjedhim një si vjosën e cila i shërbeu 5 vite, i ka shërby çdo herë. E patë se e caktoi datën e zgjedhjeve kur e dëshiroi Kurti, jo kur e dëshiroi opozita, edhe pse opozita ishte më e madhe. Duhet të flasim, ose na lejoni të flasim ashtu çka mendojmë, ose Zotri Rexhaj, e para punës nuk di se ka tu kriju binja që s'po të lëmë të flasësh, e di vetë sa i dirë të ke qenë dhe je që shprejesh këtë emision, kështu që natyrisht, po. Priher ati zotniut ju ndërpër. Mirë. Jo, kë zotriu këtu ka dëshirë me e kjartësu dhe ju mos me u kesh kuptu, prandaj, dhe zotriu tjetër pat probleme me rjetin, kështu që kërkojnë falje zotri Rexhaj, je gjithmonë i mirëseardhur tek ne. E di, pak të lidhet kur është njëri nga distancë. Je pak nervoz nga rezultati, duket. Jo, për bes nuk jam se unë jam kthy në Kosovë me kalur Ramush Haradinaj i Pragun, unë e kom ditë se me Lumirin as mundë me fitu zgjedhjet, edhe me Fatmir Linën. Mirë, atër fitoren personale pas ka arritur, zotri Rexhaj. 100% unë... Oke, se jemi drejt fundit. Rexha, jemi drejt fundit. Uroj ta kesh... Vinë studio ati, du me arë studio javën tjetër. Po, je mirë se ardhur, zotri Rexhaj. Zotri Gazhirri, të njëjtën pikë diskutojmë edhe bashkë me ndani se do të kishte rezultat tjetër prilli. Unë do doja t'i them 2 gjëra. Një së pari për zotrin Kurti. Zotri Kurti në këtë mandat do e tregoj veten, qoftë për mirë, qoftë për keq. Në qoftë se është ai zotri Kurti, të cilët njerëz supozojnë që është një njeri i dyshimt, një njeri konspiracioneve, ku ta diun hipotezat të ndryshme që kanë hedhur mbi të, ai do e tregoj veten këtë 4 vjeçar për shkak se do e marrë shpatën edhe kundërshtarët e tij do i luftoj në format më të ndryshme pasi që ka aparatin shtetëror në dorë. Shpatën uroj që jo, por ligjin po. Duke përdorur aparatin shtetëror. Figurativisht. Ndërsa mundet me tregu veten, në anën tjetër me tregu sukses zotri Kurti, sepse në qeverisin e parë zotri Kurti është një njeri i cili nuk ka punuar asgjë në jetën e tij dhe hera e parë, rroga e parë e tij ka qenë si deputet i kuvendit, hera e parë si në ekzekutiv dhe normal mundemi një farforme me arsyetu që nuk ka pas përvojë as ai as varësit e tij dhe okej, ka stagnuar në këtë formë si ka stagnuar. Por tash i ka 4 vjet me përvojë dhe me telashet të cilat i din që i ka Kosova dhe është i vedishëm komplet dhe tash është tamam për ta gjykuar zotin Kurti se kush është në të vërtet ai. Dërsa, dua të shtoj edhe diçka tjetër, sa i përket LDK, sepse pavarësisht se LDK-ja dele 3-ta e 5-ta, pavarësisht në çfarë numri del, gjithë mirën me LDK-n, dhe do doja të them një gjë, nuk është problemi tek Lumir Abdigjiku, nuk është problemi tek PDK-ja që ka dalë ashtu, as tek LDK-ja, as tek Aleanca. Unë kam pas fatin që të rritem nga një politikane dhe jam rritur në një frymë të politik bëre sepse gjithë këta për cilët flasim i kom pas në familje, kom dashte, s'kom dashte, i kom pas aty dhe i kom dëgju këto muhabete, këto gjëra. Unë një gjë e di, se nuk bëhet fushata gjatë fushatës, por fushata bëhet gjatë reformës.
Në këtë dua ta them. Zotri Abdiz Gjiku nuk është fajtori total për këtë dështim. Fajtori janë strukturat, sepse 13% nuk po i humb LDK-s, por po i humbaj 4, 5, 10, 20% që cilën... Atëherë bie që strukturat se tradhuan. Nëse ka 13%, bie që strukturat nuk e tradhuan. Është ta përfundoj të lutem mendimin. Tash për mendimin tim. Unë i vlerësoj shumë ata njerëz cilët janë aty, për meritat cilat i kanë, për personalitetin që e kanë, për kontributin që japin. Por nuk e meriton një njeri i cili është kryetari i qytetit me konë nën kryetari partisë. Pse nuk e meriton? Sa ai s'ka kohë mu marrë me veten, se lere më me partinë. Dhe kjo është një tregues i qartë. Zotnia Filan Fisteku deli pari në zgjedhje, pa balotazh. Po. Ndërkaq, mas një muaj 2 kur bëhet zgjedhje nacionale, partia dele treta. Do me thonë ti nuk je ka punon për partinë, je ka punon veç për veti. Ato struktura po i krijon vetëm për vete. Dhe prandaj nuk është meritore që të qëndrosh si nënkryetari i partisë derisa ka një diskrepancë as të madhe të votave në raport me ato parlamentare, zgjedhjet dhe këto lokale. Dhe kjo është mendimi im qoftë për LDK-n, qoftë për zotrin Kurti. Ndërkaq edhe për zotrin Haradinaj, dua të shtoj që zotri Haradinaj kam dëshirë sinqerisht për arsyeën e vetme se është i afërt me generalët amerikanë dhe generalët e NATO-s dhe kam besim që mundet me na afru drejt NATO-s dhe futja e Kosovës NATO është siguria e vetme që mundet ky shtet me pas dhe ato do dëshiroja pastaj me vazhdu drejt Bashkimit Evropian. Mirë. Po mundësi veç një 30 sekonda. Po, Rexhaj. Qyre, situatat e zgjedhjet lokale, unë tash po i vrej ma mirë. Unë kom pa shumë, kom qenë fushat në zgjedhore për 12 ditë në pej, dhe kom pa shumë mish të mitë në pej, cilët më thonë se na e votojmë çdo variant Gazmend Muhaxherin, në çdo kohë, por nuk e votojmë Lumirin. Aty është diferenca. Aty ndryshon, nuk e votojnë LDK-n në zgjedhje nacionale, ndërsa e votojnë si individ e votojnë Gazmend Muhaxherin, ato, po, Gazin. Kjo është e mundur, se është, me siguri është edhe në komuna tjera, edhe në Prishtinë, edhe në gjitha komuna tjera është kjo, se janë krejt dy standardet ndryshme. Edhe unë dua ta përmend vetëm një emër. Unë nëse do të pyet unë, edhe pse tash jam rreshtu kështu formalisht në një parti, unë mendoj se LDK-ja duhet ta vendos për parim Ramën. Vetëm ai është në gjendje ta mund Albin Kurtin çdo kohë. Wow, Gaxheri? Po, padyshim, unë besoj që Lidhja Demokratike e Kosovës edhe Partia Demokratike e posaçërisht Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës duhet të hapen. Duhet të hapen sinqerisht, sepse ata thonë që janë të hapur, por nuk janë të hapur. Pse nuk janë të hapur? Sepse njerëz të njëjtë vazhdojnë të qëndrojnë në pozitat e njëjta. A s'ka tjerë njerëz Kosova meritore kontribusa? Nuk mundesh ti aty 30 vjet me najt, njëjtën pozit, me dali 3, 4, prap me vazhdu unë jam për me konë meritokracia. Por duhet me qeni hapur, hajde ta vëm peshore. Unë di që partit se s'po du me u fut fort në detaje, sepse i kanë dëshku votusi, por këto parti kanë fajet vetë. Hajde të tregon LDK-ja, PDK-ja, Aleanca, kur është votuar me vot të hapur, qoftë në aktiv, qoftë në ndeg, qoftë në ndeg. Kur? Nga qendra, ju shkojnë emnat kush çka ka mu bo, dhe qysh po mendojnë këta mu zhvillu. Qysh po mendojnë? Mirë, a shkojmë plute për shkak të kohës televizive të Veliu? Zotri Veliu? Ndoshta në këtë pikë, unë kam, me që nuk më dha fjala me njëherë, kam replikë me të dy bashkëbiseduesit e mi, fillimisht me zotin Rexha, që foli për një pjesë të diasporës se nuk e dëshiron Kosovën të zhvillohet. Ajo është i gabimi i madh dhe një gjë të tillë nuk do të kisha dashur ta dëgjoj nga askush e më spoku nga dikush që vetë jeton në mërgim. Unë mund të them lirisht se një pjesë e diasporës, sikur edhe një pjesë e qytetarëve të Republikës së Kosovës, edhe partitë politike në Kosovë kanë rënë prej politika populiste dhe e kemi zotin Kurti sërish kaq fuqishëm në kryet e qeverisë. Kështu mund ta perceptojmë edhe në këtë pjesë mund ta perceptojmë edhe diasporën, por jo se ata nuk e dëshirojnë Kosovën të zhvillohet. Kjo është një gabim i madh dhe unë pres që zoti Rexha të distancohet nga ajo që thotë, ndërsa Jo më është distancohem në mendimin tim. S'jam as i çmendur. Ndërsa pjesa tjetër me Kronin, me Gaxherin, ndoshta do të trajtohem kur mundohet ja tërheq komplet fajsinë aktivitetit për humbjen që ka pësuar LDK-ja. Dhe ja hedh pjesës tjetër të kabinetit të tij apo kryesit të tij.
Zoti... Pas ke kuptu, zotri Veliu, se është bashkëfajtor, por nuk është fajtor komplet, ashtu e thashun. Ka zgjedhur e vetë. Ka zgjedhur ai që është rreth atit. Nuk ja ka dërguar i ka zgjedhur vetë. Dhe në rast që duhet përgjegjësia. Ai pari që duhet ja përgjegjësi është lideri dhe në këtë rast unë mendoj se zoti Abdil Xhiku duhet të jap dorëheqje dhe të hap krohën për ata që janë në gjendje të punojnë më mirë dhe më shumë në të ardhmen Partidën Demokratike të Kosovës. Një gjë të tillë nëse nuk e keni haruar në nëntor kur unë isha në studio pas Pegazerin dhe tjetër e kam shkruar në janar të shkruaj dorëheqjen e zotit Abdil Xhiku. Dhe kjo përshjet çfarë ka ardhur momenti se zoti Abdil Xhiku të shkojë dhe imi një reformë të thellë, jo vetëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës, por edhe sufisë opozitore të cilën nuk e kanë bërë për shkak të opozitarisë. E qartë, zotri Rezaj, me që u përmend emri juaj, gjithashtu zotri Gazheri, ndonjëherë nga ju mund të bëni edhe replikën tuaj. Unë kur vi në studio, kur vite ju në vi me fol pa dorza, për ndryshe me taktizu. Unë e një mërgatën shumë mirë. Besoni se një pjesë nuk e dëshiron zhvillimin e Kosovës, jo pse janë ashtë me që me dëshirojnë në mbrak, po vetëm dëshirojnë me shit me në Kosovë, se një Kosovë zhvilluar, një Kosovë ku përparojnë, ku qytetarët marrin pagat mira, ku jetojnë mirë. O Rezaj, Bashkimin Evropian, ata vinë me denu popullin e Kosovë. Jo, Rezaj. Vetëm diçka të flasme. Rezaj, ata kanë familjet këtu dhe ky popull i Kosovës mund t'jetë vllai tyre në natyre të tjerë dhe thua kështu, jo të lutem. Unë e kuptoj. Mirë, ta dëgjojmë zotri Rezajin. Vetëm edhe një. Patjetër zotri Rezaj. Po, vetëm 18.000 e kanë pagu 3%, që na besoni. Nuk e kanë pagu ma shumë. Ata rajnë se i kanë ndimu luftën, e kanë ndimu Kosovën. Mos jetojmë në iluzione. Unë kom qenë rrje dhe krejt kohën. Nëse na e mashtrojmë vetën, remitenca, ata blenë shpia për vete, blenë banesa për vete, nuk kanë do një përfitim Kosova nga prej tyre. Në Kosovë, qytetarët e Kosovës duhet vendosin, ata që jetojnë Kosovë, ata duhet vendosin. Nuk duhet ta shëndrojmë Kosovën si Turqia, ku 4 milion njerëz në Turqë në Gjermani, vendosin me zgjedhje. E pse pra Rezaj, Rezaj ti nga Mërgata vjen e bësh për pjesë e listave zgjedhore? Unë më kanë propozu një degë... E pse s'ka të drejt një mërgjimtar ta ketë një përqyshmëri politike të tjerët? Nuk fola përse nuk kanë drejt. A drejt ju takon me kushtetu. Po është një pjesë, unë po thom, prej 1 milionve janë rreth 120.000, 12%. E 12% shi, i Mërgatës nuk duhet me vendos për pushtetin Kosovë. Po fajtor, veç edhe një fjallë, por fajtor janë edhe vetë banor rezident, sepse unë rrëth 70.000 nuk votuan, por shkuan në pushime jashtë vendit. Rrëth 50% nuk dolen fare në zgjedhje. Po, por tash, a 120.000, a nuk e do zhvillimin e Kosovës, apo nuk duhet të votoj në Kosovë, sepse i akuzuat për 2 gjërat njëjtën grupë? Ja, unë së mëjmë ja ndalu edhe ajo është drejt kushtetuese që të votojnë. Po thamë, është një pjesë që të manipulohen, shkojnë ati nojnë se me... Mirë, Rezaj, se dhemi kesh me kohën... Albin Kurti është qënë mulja, ka luftu me Adem Jasharin, ato janë rënd në cilat mashtrohen. Rezaj, unë uroj që vetëm naturisht i ke pak të vështirë rezultatin dhe mbasi e pak më i nervozuar të zakonisht. Për besë që jam pushim lorë, që rezultatin e kom arritë, se kom asë një problem. Kështu kom folë gjdo herë. Okej, se me qëtate me gjithë shaka ne jemi fare në fund, Rezaj dhe Veliu, ju falimderit shumë që të dyve, që për herë jeni pjesë e programit tonë në emër të diasporës. Falimderit shumë. Kënaqësi t'ju keshit të dyve. Çdo të mirë, kalofshi mirë. Falimderit shumë atëherë edhe Veliut edhe Rezajt. Gazheri derisa jemi duke pritur edhe gazetaren Djelza Berisha, e cila është pothuajse në vendin e ngjarjes në Prizren. Le të hedhemi në një sy tek deputetët, pra tek 10 më të votuarit të cilës parti politike, pra konstatimi është se po ndrojnë gjeneratat, ë? Po dyshim. Dhe më herët e thash që gjeneratat duhet të ndryshojnë pa dyshim për ta pasuruar, por duhet jenë njerëz të cilët janë brenda asaj fryme, që janë rritur brenda asaj fryme, jo njerëz të cilët vinë nga jashtë, dhe sepse momentin që vjen dikush nga jashtë e përjashton dikë nga brenda, dhe aty bëhet përçarja brenda partisë. Prandaj se partia ka vend për